Edhe pak ditë kanë ngelur nga finalja e madhe e këtij edicioni të Big Brother VIP 4 e gjatë këtyre ditëve në shtëpinë më të famshme në Shqipëri nuk kanë munguar debatet, por as momentet e bukura dhe bisedat e qeta. Loredana i ka bërë një pyetje Gjestit në lidhje me ish-banorët. Kë lojtar do kishte dashur të rrinte deri në fund nga ata që kanë ikur, e pyeti banorja këngëtarin. Gjesti tha emrin e Shkëlzenit të parin, me të cilin ka patur një raport shumë të mirë, që kur ai hyri në shtëpinë e Big Brother VIP 4, më pas ai përmendi Xhibanin, me të cilin ka patur një marrëdhënie, ku nuk kanë munguar debatet e ashpra, po edhe momentet e bukura mes tyre. Sipas banorit, Shkëlzeni dhe Xhibani kanë një zemër të mirë dhe për këtë arsye tha emrin e tyre. Shkëlzeni dhe Xhibanin, këta të dy, se sipas zemrës së tyre ndihem, sipas zemrës që e kanë, po them këta të dy, tha Gjesti. Të dy djem të shkëlqyer, u shpreh më pas Loredana. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.